Nepotizmi në Bashkinë e Imarës nuk është vetëm e lidhje familjare punonjësish në sektorët e shërbimeve dhe në nivelin e ulët të administratës, por edhe në kupolën drejtuese të bashkisë, ku artohen dhe miratohen vendimet me indicie nga një mosmarrveshje për tokën mes dy kushërinjve, Lazar Theodori dhe Panajot Rondo, dhe ndërtimi një resorti mbi atë tokë. Pamfleti ka zbuluar një skandal nepotik në kupolën drejtuese të Bashkisë së Imarës. Në detyrën e drejtoreshës së kabinetit, kryebashkiaku Vangel Tavo ka emëruar zonjën Blerina Bala, ish zëvendës kryetare e Bashkisë Imar dhe ish kryetare në detyrë, e komanduar në muajin mars 2024 pas arrestimit të kryetarit Jorgo Goro, ndërsa bashkëshorti i drejtoreshës së kabinetit të Bashkisë, Artan Bala, është antar i Këshillit Bashkiak të Imarës, zgjedhur më 14 maj 2023 si përfaqësues i Partisë Aleanca Arbënore Kombëtare, parti në koalicion me PD-n. Nuk është fjala për akrobacinë që gruaja drejtore e kabineti e Bashkisë përfaqëson PS-n, ndërsa bashkëshorti i saj përfaqëson opozitën në Këshillin Bashkiak, por tek nepotizmi që krijon favore për biznesin e tyre ndërtimor. Bashkëshorti Artan Bala ka në pronësi dhe administrim kompaninë e ndërtimit Bala Konstruksion 21 SHPK, të krijuar në datën 28 shtator 2021, kur bashkëshortja Blerina Bala ishte zëvendës kryetare e Bashkisë Imar, e më pas kryetare, dhe nëpërmjet saj ka marrë disa leje ndërtimi e kontrata për pasuri në zonë. Edhe tani që ajo është drejtore e kabineti, bashkëshorti merr leje ndërtimi në Imar, një ndërto ajo në proces zhvillimi për resortin Jonian Residences, në tokën me konflikt gjyqësor mes dy kushërinjve, Lazar Theodori dhe Panajot Rondo. Mosmarrveshjen për tokën ata do ta zgjidhnin sipas ligjit, ndërsa skandali qëndron në faktin që drejtoresha e kabinetit të Bashkisë, Blerina Bala, përgatit dosjet dhe ja paraqet për miratim kryebashkiakut Vangel Tavo, ndërtoi edhe leje ndërtimi për bashkëshortin, të cilat miratohen në Këshillin Bashkiak, ku ai është antar. Madje me vendim numër 34, datë 28 korrik 2023, bashkëshorti i drejtoreshës së kabinetit, ndërtuesi Artan Bala, është emëruar antar i Komisionit të Përhershëm Bashkiak për zhvillimin urban, infrastrukturën dhe shërbimet publike në bashki, që përbën konflikt të hapur interesi. Sipas të dhënave zyrtare, në lojë për ndërtimin e resortit Jonian Residences, bashkë me burrin e drejtoreshës së kabinetit të Bashkisë, është futur edhe kompania Beta SHPK, e ndërtuesit me precedent penal, Pajsor Buzi nga Lushnja.